qa ka me po prezidente? Ta shërmal që një javë dit këtë kush është me pushtetin, për rrëth pushtetit është i angazhuar në ndërtimin e një narracioni të urgjencës që ka Kosova në dy pika të rëndësishme. Në bugjetin miratimin e bugjetit, pra që Kosova mësë me pa bugjet mars e tutje, dhe në do marrëveshje ndërkombëtare, të cilat juron men javën e fundit, këtë ku janë nisim i përmen Albin Kurti që ka në urgjencë. 7 muaj si kanë përmen këtë urgjencë. Dikun një 2-3 veta ka një herë këna përmen që Kosova për bullakive të partive politike do e rrezikon me pas pare në mars e tutje. Po, pezojmë që këto urgjenca jënë reale dhe dedikojnë reale. Kjo në kupton që në qoftë se s'ka kuvend, s'ka qeveri, këto dy urgjenca nuk mund më realizu nga ky kuvend i sotshëm. Dhe nëse nuk mund të më realizu nga ky kuvend i sotshëm, ne duhet shkonim me hapat shpejt dhe të papinguar drejt zgjedhjeve. Pra të mos hupet as një minut, në mënyrë që të ketë mundësi kohë më shumë. Kuvendi i arshëm që të ndërtoj një qeveri dhe të miratoj këto pako posa që është bugjetit, para se me na orë marë si kur s'kena me pos pare për kur gjë. Dhe çka po shohim na, është që na kena të kundërtën po e shohim. Po e shohim djetë që kryeministri lëvizjave të vendosë, kryetari lëvizjave të vendosë, që ditërisht i pas ka kërku edhe një afat shtesë presidentës mu kry 10 ditëshi. Pse o vlo, pse pes varritni presidentja në qofë se kemi urgjencë, nuk ishtë dash me zbatu këtë, ishtë dash që është djemi shpall zgjedhjet. Pra me shku në afate minimale, Ermal, mësë me prit kur gjëma. Po presidentja tha që detyrë dhe përgjithësia jemi është me shmangë zgjedhjet. Ja, pa aje se ka aftësi. Detyrë dhe përgjithësi nuk e ka realisht, po e ka, si me thonë, detyrë dhe përgjithësi me botë tentim, po nuk e ka detyrë dhe përgjithësi sepse se ka direkt ato, indirekt. Aje nuk mundet me shpangë zgjedhjet kur tjertë dojnë zgjedhje. Pra, po unë po thëmë, në qofë se ne narracioni që kemi urgjencë është i sakt. Atër nëse kjo narracion që është urgent i sakt, asë të Kurti nuk është dash me kërku me u zvarrit kjo punë. Me thonë, nesër dhëtë me shku zgjedhje. Shpalli nesër se s'kem ko, se na pret bugjetis mundu me mri. As presidentja si shdash me prit. Tani, nëse kem urgent, sa du të janë hapat në vijimësit presidentës, mi shpal sa ma shpet zgjedhjet edhe nëse thua që është për mumaj 30, bëra 25 ditë, dhëtë me i kry me 30 ditëve, mos me prit afatin e fundit. Sepse apo themi s'kemi ko, kena me dekuni pe i shkurt, pe i marsit. Nuk vinë me lon venin ashtu. Dhe qka po shohem na është që kemi një ngadalsim të presidentës këtë drejtim, pish kujt pitutet? Kujt pitutet? Presidentja mi shpall zgjedhjet. Po ne kuptej presidentët që ndoshta nuk mundet me lëviz, në qoftë se një nga partive politike i thot prej të mderi edhe një 3-4 ditë. Po për çka po i thot Kurti prej të më 3-4 ditë me shku me bo talk show, me marr pjesë në comedy show në Cirea? Zvicere, për me dalë fushat zgjedhore, shka se nasë po shohën që ka dënë me ndërtu qeveri. Zero. Pra, qa po e shohën është që ka zvarritje në këtë drejtim, dhe që zvarritja mundet me qenë rrezikshme të ardhme. Qa ishtë dash me bëher malë, unë po të thëmë, nësi shtetari Kosovës, sot me qenë prezident, dje i kësha shpall zgjedhjet, si isha dalë pjatit takimi i kësha shpall zgjedhjet, dje i kësha thonë kryetarit, ati që thët prej të mënajtit i kësha thonë, a i ki sot? Sot në shkimi më shumë i pru sot. Që po të presë për një, mu shme i pru 59, ose 60, që me pasën një siguri pëse po presë, se bugjeti. Pra, su brengos për atu, nuk po brengosën, par do kur të zjedhe shpallë normal, po këtë është edhe një betej tjetër nashta me datat e cilë unë s'po du me para gjyku, po unë përshon një papërgjithësi totale nga beteja për data për me shku ma afër fundit vitit, ma afër fund vitit për shkak të diasporës që me arë diaspora. A, kjo të normal, nashta. Po atëherë,